është momenti i fundit që do të më Alin, lutem jam me Blendi Veksi online. Përshëndetje Blendi, mirë se vjen. Urime. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Urime ju të gjithëve. Je në stadium ande. Okej. Mirë, shosër zbrazur. Në stadium jam ndese. Jo, është zbrazur, janë vetëm tifozët e Shqipërisë që po presin të shoqërohen, ekipi që po feston deri tani biles sapo erdha nga dhomat e zhveshjes të ekipit, është klani që po jep ka një lidhje, është Uzunin lidhje drejt për drejt, po besoj një moment mund të ta kap Uzunin edhe kur të shkëputet prej andej nëse doni ta një deklaratë të vogël. Patjetër do donim shumë. Atmosfera është pak emocionuese, ti parasysh që na u desh, sidomos 15 minutat e fundit ishin shumë vështira. Shifja tabelën, orën, po si nuk lëvizte fare. Më duke sikur mbetej në vend gjithkohës. Megjithatë, u ndje tensioni brenda aty? Nuk u ndje tension fare, para nuk kishte stadiumi shumë i vogël, ishin pak tifozë, kishte disa kore absolutisht nacionaliste, të patolerueshme, skandaloze, po duhet të them që nuk kishte asnjë entuziazëm në Serbinë përgjithësi për ndeshjen, as në shkallët e stadiumit në një lloj tensioni. E vura re sot edhe në nishën e Leskovës ku u ndola për të ecur, nuk kishte as po quaj tifoz veshur me fanela apo jo, dhe mbi të gjitha në fushën e lojës, ndoshta ju e keni parë dhe më mirë se kur janë stadium emocionet janë ndryshme, ishte një Serbi e lodhur fare, do të thënë nuk kam parë një ekip të tillë pa asnjë lloj fantazie. Ne kemi dominuar lojën nga minuta para e fundit, pavarësisht se si vlerë ekipi serbët janë trefishi i ekipit shqiptar, nëse i marrim si vlerë të kartonave të lojtarëve, absolutisht Shqipëria ishte